Mirësitë e leximit të sures El Insan. Në një hadith nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: ai që e lexon surën Hel Ata do të shpërblehet me xhenetin dhe me rrobat të xhenetit. Në një hadith të transmetuar nga Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të, thuhet një prej shpërblimeve të atij që e lexon surën Hel Ata çdo mëngjes të ditës së enjte është se në ditën e Kiametit do të jetë me profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. A ka zbritur kjo sure në Medinë? Ka diskutime mes komentuesve të Kuranit se ku ka zbritur kjo sure, në Medinë apo në Mekë. Sipas mendimit të dietarëve dhe komentuesve shiit, është përmendur se të gjitha ajetet apo së paku një pjesë prej ajeteve të para të kësaj sureje, ku shpjegohet pozita e mirëbërësve dhe veprave të tyre të mira, kanë zbritur në Medinë. Shkaku i zbritjes së saj, pra tregimi i dhënies së sadakas nga ana e Aliut, Fatimes, Imam Hasanit, Imam Hysejnit, paqja qoftë mbi ta, dhe shërbyeses Fadha, do të shqyrtohet më gjerësisht në vijim. Për dietarët sunni, kjo sure ka zbritur në Medinë. Komentuesi i njohur sunni Kurtubiu ka deklaruar në tefsirin e tij: dietarët e njohur janë të mendimit se kjo sure ka zbritur në Medinë. Dietarët që e konsiderojnë të gjithë suren ose një pjesë të saj si medinase janë: 1. El Hakim Ebul Qasim El Hasekani, nga Ibn Abasi ka përmendur me detaje dhe për pikëmëri numrin e ajeteve të cilat kanë zbritur në Medinë dhe në Mekë, dhe këtë sure e ka konsideruar si sure medinase e cila ka zbritur pas sures Ar-Rahman dhe para sures At-Talaq. Autori i librit El Idha, profesori Ahmed Zahir, gjithashtu e ka cituar po këtë hadith nga Ibn Abasi. 2. Tarikhul Quran i Ebu Abdullah Zenjani ka përcjell nga libri Nadhmul Durar wa Tanasuqul Ayati was Suwar, nga një grup prej dietarësh të ehli sunnetit, ka transmetuar që sura Insan e ka renditur në mesin e sureve që kanë zbritur në Medinë. 3. Gjithashtu në të njëjtin libër, nga libri Fahrest, bibliografi të Ibn Nadim, nga Ibn Abbas, është transmetuar se surja Hel Ata është surja e 11 medinase. 4. Në librin El Itqan i Suyutiut përcillet nga El Beihaki në veprën Delalilun Nubuwa nga Ikrima, i cili ka thënë se surja Hel Ata ka zbritur në Medinë. 5. Në Ed-Durrul Manthur, po ashtu nga Ibn Abbas, është transmetuar po ky kuptim përmes burimeve të ndryshme. 6. Zamakhshari në tefsirin El Keshaf ka përmendur shkakun e zbritjes së ajeteve të para të kësaj sureje në lidhje me nedhrin, sadakan e Imam Aliut, bashkëshortes dhe fëmijëve të tyre. 7. Përveç rasteve të përmendura, një grup tjetër i madh i dietarëve të ehli sunnetit, si për shembull El Wahidi në veprën Ashabul Nuzul, Begawi në veprën Maalimut Tanzil, Sibt ibn Jauzi në veprën Et-Tadhkira, Genji Ash-Shafi'i në veprën Kifayetut Talib, dhe një grup tjetër zbritjen e ajeteve të para të kësaj sureje u kanë atribuar Imam Aliut, Fatimes, Imam Hasanit dhe Imam Hysejnit. Ky fakt është një dëshmi se kjo sure është medinase, sepse siç e dimë, Imam Hasani dhe Imam Hysejni kanë lindur në Medinë. Kjo çështje është aq e njohur dhe e përhapur sa Muhammed ibn Idris Ash-Shafi'i, një prej 4 imamëve të ehli sunnetit, themeluesi një prej shkollave juridike, në poemën e njohur të tij shprehet deri kur dhe deri në çkoh. Më qërtoni mua në dashurinë e këtij të riu. Ai u martua Fatimja ndonjë tjetri përpos tij, a zbriti Hel Ata për ndonjë tjetër. Ekzistojnë dhe shumë dëshmi të tjera rreth shkakut të zbritjes së ajeteve nga ajeti 5 deri te ajeti 9 i kësaj sureje. Megjithatë, disa fanatikë mbulin se kjo sure ka zbritur në Mekë. Ata mohojnë të gjitha transmetimet që e konsiderojnë suren si medinase, përfshirë edhe faktin se kjo sure ka zbritur për Imam Aliun, Fatimen, Imam Hasanin dhe Imam Husejnin, paqja qoftë mbi ta. Është për të çuditur se sa herë që ndonjë ajet apo hadith vën pa cilësitë e Imam Aliut dhe ehli bejtit, një grup njerëzish e ngren zërin dhe shfaqin ndjeshmëri ekstreme, thuaj se Islami është në rrezik edhe pse pretendojnë se Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, është njëri prej halifëve të drejtë dhe një prej prijesve të mëdhenj të Islamit, si dhe shfaqin dashuri ndaj ehli bejtit. Ne besojmë se ky fanatizëm është rezultati i sundimit të shpirtit emeuit mbi mendimet e këtij grupi, si dhe është pjell e propagandës së asaj periudhe ogurzeze. I lutemi Allahut që të na mbrojë të gjithë neve prej gabimeve të tilla.